Kur se kom kontestu vrasjen? A se kontestoj? A më cilësimi, a është adekvat? Nuk është. Mbrojtja i propozon kësaj gjykate që të pandehurin Granit Plava, Tash Shpall, të pafajshëm. Ka prokuroria e ka urdhënuar ekspertin për me bë ekspertizën mjekoligjore, gjithsesi me konstatue shkaqet e vdekjes së të ndjerës Liridona. Ju e dini, jemi dëshmitar që eksperti mjekoligjor Naim Uka, këtë sallë të gjykimit, ka dhënë shpjegime lidhur me arsyet e vdekjes së Liridona Moselit. Shko këtu kontestuese. Unë me vëmendje ndëgjova fjalën përfundimtare të prokurorës e përcjella pa përkthim. Ajo thekë se në dorën e majt të ndjerës Liridona vrehet një hematom, që nuk është kontestuese. Ajo është saktë. Mirë po, gjatë dëshmisë të këtij eksperti në shërtimin kryesor, ai ka ngrit një çështje që për juristat, për shumë jurista është e panjohur. Mesin e tyre është fjala për vizualizimin e gishtrinëve. Kemi kërkuar përgjigje, çka do të thotë fjala vizualizim? I njëjtin mënyrë decisive ka deklaruar e keni në faqe 678, ku thotë me rastin e ekspertizës makroskopike nuk kemi vret gjurma të vizualizimit të gishtrinëve të ndonjë personi. Do thotë, eksperti po thotë nuk ka vizualizim të gishtave. Për ta vërtetuar edhe për ta hudhur versionin e Naimit që ky nuk ka qenë prezent me rastin e primimit nga jeta, një veprim procedural shumë i fortë su kry. S'ka faj prokuroria. Nuk ka. Këtu gjatë hetimit odesht Naimit m'ia mor teshat. Teshat m'ia mor. Me kqyr prezencën e grimcave të barutit me rastin e shkerpës të revolës. Kush e ka pengu për mi mor teshat, edhe me mor me teshat, me kontrollu. Thuhet se ka qenë në vetur. Ato shka e ka bo në këmdo të është për cilësimin juridik, unë për kontestoj. Kur se këmë kontestu vrasjen? A se kontestoj? A më cilësimi, a është adekvat? Nuk është. Dëshmitar të drejt për drejt, okular, që e shem me sy përveç të miturit që kanë qenë aty mit, nuk ka. Naimi nuk mundet me më hu që s'ka pas kontakte. Ashtë të që njëri duhet nuk unë i marë me pa, që s'pishe. Mirë, po për të cilësimi juridik e kena fjallën. Këtu, cilësimi juridik do të flasë të vepra penale, vrasja në mënyrë dinake. Dyre këmë lezuhe dispozitimin mungon ndashja direkte. Bashkryrja, përdo se kanë kryrë bashkryrje. Bashkryrje rolet në mënyrë decisive dhe taksative do të më da. Kush ka duhet me bon? Unë këtë dispozitive pashvish ka nejt, kam bo, nuk i ka përshkru bashkyrjen në mënyrë eksplicite. Mirë po, juve ju mbetët, kjo një 27 faqe në besoj që i lezoni, këto se s'kom aty s'kom kërfat dyshimi. Unë kërkoj që të gjitha pretendimet të cilat janë ngrit, të vlerësohen, ta merrni në vendim drejt dhe thjeshtë. Prokuroria e shtetit nuk ka arritur të provoj si pandehuri Granit Plava është autor i veprës penale vrasje e rënd. Nuk ka asnjë provë direkte, nuk ka asnjë provë forenzike, nuk ka asnjë provë teknike, por ajo çka është më e rëndësishmja është që nuk ka asnjë dëshmi që e identifikon atë si person që ka shtenë me armë. Këtu vim të një element shumë i rëndësishëm që e rrezon në tërësi akt akuzën. Asnjë dëshmitar në asnjë fazë të procedurës nuk e ka pa Granitin duke shtenë me armë. Asnjë dëshmitar nuk e ka identifikuar Granitin si autor të vrasjes. Mbrojtja i propozon kësaj gjykate që të pandehurin Granit Plava, Tash Shpall,
të pafajshëm për veprën penale vrasje rend. Drejtësia është të mos e dënoj një person kur nuk ka prova, sepse në të drejtën penale nuk dënohet për atë që dyshohet, por vetëm për atë që provohet. Në përshkrimin faktik të dispozitit të parë të akt akuzës, si Pandehuri si bashkryes akuzohet se Naim Oseli e ka kërkuar nga Kushtrim Kokollat që të gjejë mundësitë për vrasjen e Liridona Oseli. Por i njëjti ka refuzuar e me pas kushtrimi pas ka gjetur të Pandehurit Lyrt Granit Plavën, të cilën e ka njoftuar me Naimin dhe të tretë janë dakorduar që Granit e kryi vrasjen me marrëveshje, e të cilat punime sipas mbrojtëses në asnjë mënyrë nuk e involujnë të Pandehurin kushtim në asnjë formë të bashkëpunimit, qoftë si bashkryes apo ndihmës në kryen e veprës penale të vrasjes. Asnjëherë nga këto fakte në asnjë mënyrë nuk e involon të Pandehurin në kryen e kësaj vepre penale, siç pretendon përkryeja. Asnjë fakt i tillë nuk e ka asnjë lidhshmëri me ndonjë element sensor që përmban figurën e veprës penale. Pra këto veprime, këto lëvizje nuk janë pjesë të figurës veprës penale, s'ka kurrë lidhshmërie. Përkryeja tezën e akt akuzës, sa i përket të Pandehurit kushtim kryesisht e ka bazuar në deponimin apo mbrojtjen e Pandehurit Granit të dhënë në datën 14/12/2023 në polici. Kërkojmë nga gjykata që vendimin ta bazon në provat që janë administruar, që janë vërtetuar. Kërkojmë nga gjykata që mos i shqetësojnë SMS apo media se ka flasin, sidomos sa portale që shesin marrin edhe gjykojnë pa filluar gjykimi. Po binjat vendimet merren në bazë provave. Se për fatkesh edhe ju një përshëndetje shumë madhe, edhe ndaj njerëzve të padijshëm, me ignorantë jo personal, veç hapni rrjetet sociale, kërkohen hekja kokave, jo dënimi i prershëm.